kjo s'ka të ndodhë, kjo është krim. Edhe krimi duhet më nalë në rrugë. Jo me 5 minuta proteste, këta nuk e njojnë a gjuhë. Këta për rrugë e nërë dhe me rrugë kanë me shku. Nuk e njojnë. Këto janë institucionet tona, këto janë institucionet e tona, të cilët Institucionet e tona që jetu na platë shkit gjepë. Kena mi ndalë, prandaj jem këtu. Kemi ndalë. Kemi ndalë. Kemi ndalë. Po u konë të vendosë mi nalë, na ata s'kanë më nalë. Protestën tjetër deri sot i nalim. Këtu jemi edhe nuk kemi ndalë. Mirë po këtë vend ka pa bullëdhun. Na nuk dojme pas kena bullëdhun. Na jemi këtu mi ndalu. Jadhun, ta e përfasus të tonë. Na i kena përshtu. Na nalë ma nuk i lojnë. Kena mi nalë. Na i nalë. Tjetër. Shumë mirë. Shqyqër, shumë mirë. Kena mi nalë. Faleminderit që je, po veç ka nalë këtore. Kena mi nalë gjitha. Me protestu kundër shtrejtimit të rrymës. Edhe qësh jemi ndjeni, dhe me thonë vendimi për ngritjen e çmimit veç është marrë. Edhe unë mendoj që kjo protest nuk u dash me u shpërnda, u dash me vazhdu, me bloku. Po këta thanë se këtu jemi në pronë private dhe nuk kemi drejt. Atëherë pyetja jam e ke, çka lypin institucionet publike në pronë private dhe me një vend kaq luksos ku qirat janë marramense. Pse na duhet me i pagu çato qira? A janë pak rroga që ja paguajmë atij kryetarit 7.000-8.000 rrogë që merr këmrena këtu, edhe vendos për fatin e familjeve tona në Kurristonin, po kjo nuk është e drejtë. Edhe kjo nuk nalet me fjalë, kjo nalet me rezistencë popullore, tu nalet tu ja blloku hymjen. A është kjo rritje për juve tepër? Po çish nuk është, kjo nuk është rritja e parë. Kjo është rritja e vazhdueshme, deri tash rritja për 4 vite ka arrit shifrën 170%. Kjo nuk është normale. Cila është kërkesa juaj? Kërkesa jonë është me u kthy në gjendje fillestare, me u kthy në gjendje që kryeministri këtij vendi ka premtuar që kur të vjen qeverisja ka me ul rrymën, se na jena tu e pagu shumë shtrejt. E çka ndodhi çtash? Çka ndodhi çtash? Domethënë na e pam që Keku veç për vitin e fundit për transport të energjisë brenda Kosovës ka pagu 9 milion, përderisa vitin paraprak u kon 0.9. 9 milion më tepër janë. Kuletën e shtetit ja kena lënë në dorë një axhamie që në investimet e trustit prej janarit deri në këtë muaj ka humb 150 milion. Po çka është kjo? Kush jemi na? Deri kur kanë me bë këto sene në Kurristonin?